Prej trajtimit të mirë, të moralshëm pejgamberit alayhi salatu wasalam është se pejgamberi alayhi salatu wasalam fenë vet, Islami, sefti e ka paraqit familjarët vet. Apo andaj kur ka zbrit fjalë Allahu në surën Ash-Shu'ara, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Fillimisht i ka thënë Allahu xhelalu ala, lajmëroj familjarët e tu. Atëherë thot Ebi Huraira se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thirr Quraysh, familjen e vet, fisin e gjan të atina, Quraysh, për sa është Qurayshi, Abdul Manaf, Hashimi. I ka thirr Quraysh edhe i ka thënë ishtaru anfusakum. Shpëtoni vetët e juve. Shpëtoni vetët e juve, sepse unë te Allahu s'ju nimoj kur gjah. O fisi Abdul Manaf, s'ju bajte Allahu kur gjah dobi. Pastaj ju ka drejtue axhallarëve të vet. O Abbas, axha jem. Shpëtoje vetën, se unë s'baj kur gjah dobi te Zoti. Pastaj ju ka drejtu hallës vet Safijës. Oj halla jeme, shpëtoje vetën se te Allahu kur gjah s'baj dobi. Pastaj ju ka drejtu Fatimës bijës vet, ka thënë oj Fatime, e bija Muhamedit alayhi salatu wasalam, shpëtoje vetën se unë nuk muj me të bëj dobi kur gjah te Allahu xhelalu ala. Kjo ka qenë zbatimi përpikt i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i trajtimit të mirë me familjen e vet. Dhe në transmetim tjetër ka ardhur alayhi salatu wassalam se ka thënë ghayra anna lakum rahiman sa'bulluha bi balaliha. Ka thënë megjithse unë s'ju baj dobi te Allahu, unë prap ju kam fis. Unë do të sillem mirë me juve në dunja, atë Allahu e meselë tjetër. Andaj muslimani sillet mirë me këtë. Apo ky i ka pas plot pi axhallarëve, e plot pi hallave, shka e shkije. O sill mirë me to. Apo ndërsa na Allahu na uzoft të gjithëve në trajtimet e mira të cilat i ka zbritur Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam për prezantimin të parë të Islamit që ja ka bëu djemve axhës vet. Mirpo shumë bitore kanë hezituar në fillim. Kanë hezituar. E i pari që s'ka hezituar ka qenë Ali radhiyallahu anhu. E shumë bitore kanë hezituar, domthon kanë nguruar. Andaj Abbasi një ditë për ditëve e ka morë një djalë të axhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, e para se me ushqiru Mekja Ebu Sufjanin. Ja pa, edhe ja ka quë, e ka bindë se du të me thonë la ilaha illallah. Edhe thot Abbasi e futa Ebu Sufjanin, Omeri do këtë më more. Dhe i thosh në momën që të prak, se jam të qute pejgamberit sallallahu alaihi sallam, se u kolaj e ka luftu të avrase për mësam, Ebu Sufjanin. Abbasi ka thonë hec me muë, se unë jam axha i ti, unë të futi aty. Edhe e ka fut. Ka thonë kur shkojna minjar fjalën e parë ja thua shhedu an la ilaha illallah. Sa e për këtë punat e po, këtë këta. Edhe ai ka dëshmu ka thonë ashhadu an la ilaha illallah. Edhe ka shujt. Abasi pe prit. Vazhdoje. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi zami dërguari i Allahut. Ka thonë Ebu Sufjani, që kjo edhe pak më kamet. Se ka pas kushëri, rival. E i ba rival që shkojnë janë konë mocanik, janë konë djemë të axhës. Ka thonë që tu, i ka thonë Abasi, kuku për tyje, thuje ma shpejt shahadeti, shpëto. Atëherë ka thonë shahadeti, thotë Omar Khattabi, për pak sun e zuna. Për pak sun e zuna se e tha shahadetin edhe miki, se o konë agresor dhe i Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj prej vlerave djemëve të axhës, të parin kush e ka fitue, Aliju radhiyallahu an. Andaj mas shumë ti prej djemëve të axhës e ka dasht Alijun. Mas shumë ti prej djemëve të axhës e ka dasht Alijun radhiyallahu an, sepse i pari e ka besu Muhammedin alayhi salatu wassalam. Andaj thot Imam Tirmidhiu, hoxha i njohur i muslimanëve, Imam Tirmidhiu i cili transmeton hadithe, ka thënë i pari prej burrave të mëdhej që e ka pranuar Islamin është shoku i tij Ebu Bekri radhiyallahu an. E do të flasim për trajtimin me shok që ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam më vonë. Edhe i pari prej grave që ka pranuar Islamin ka qenë gruaja vet Khatixha radhiyallahu anha, dhe i pari prej fëmijëve që ka pranuar Islamin ka qenë Aliu. Kan thënë dietar, çeto tre i ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam mas ngatin zemër. Se të partë e kanë besuar. Partë e kanë besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë për trajtimit të mirë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu për trajtimit të mirë pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë se nuk ka shlupe, nuk i ka kpuç shpresat deri në dakikin e fundit. Tregon Said ibn Musayyibi se pejgamberi alayhi salatu wasalam
kur i ka ardhur vdekja e Abu Talibit, agjës vet, dhe ju dini historinë e Abu Talibit sa i kanë mua. Deri në fund i kanë mua, sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka ardhur vdekja, ushtrie me vdek. Edhe ka ardhur e ka pas dos te Abu Jehli, edhe kushëri. E Abu Talibi, nëse për mësa me Abu Jehli e ka kushëri. Edhe Abu Talibi ala mangat. Edhe ka ardhur Abdullah ibn Ubay Ebi Umayya ibn al-Mughira, njëri prej arabëve të tjerë ka ardhur. Edhe kanë ardhur pirin kri Abu Talibit, edhe ata dy, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe Muhamedi alayhi salam i thot: "Ja ai ammi, o ajam, qul la ilaha illa Allah." Thuaj la ilaha illa Allah, me një fjalë të cilën ka mundësi unë të polemizoj me Zotin tëm për ty e të Allah. Thuaj la ilaha illa Allah. Edhe në rivajet tjetër ka thonë thuaj shahadetin, thuaj shahadetin. Edhe u ka thënë Abu Jehli, edhe i ka thonë: "O Abu Talib, a pele fejnë Kurejshve? Pele fejnë babës tanë? Shiko shëshënia e keqe, shiko kura dosti i keq." Tha: "O Abu Talib, a pelen fejnë babës tanë, e babgjishit tanë, e stërgjishit tanë?" Edhe vazhduan me i fol. Ata i thonin: "Mo mëselle, për mësa më thote, o agja jem, thuj la ilaha illallah." Dhe në këtë kontekst, për mësa më koni dopt, veç fjallën e ka pas. O agja jem, ato jo mëse thuj. Atëherë fole Abu Talibi. Edhe fjallën e funit, qka e thot, unë e po vdes në miletin e babës tem. Miletin e babës tem. Edhe ka arë transmititjet që ka transmituar Imam Ahmedi, se ka thonë vallahi, apo vallahi, dhe betimi ka qenë se e ka njoftë Allah, por nuk e ka besu që i shduhet. Ka thonë Abu Talibi, ka thonë vallahi, mu kanë që Kurejsht nuk mazojnë kryën, apo, dhe menojnë se pitutës edhe prej afërsijës që e kam me nipin tem, e kam ndru fejen, ja kësha knash sinin Muhammedit a.s. me shahadet. Mirë po vdes në fejen e babës tem. Po vdes në fejen e babës tem. Kjo një fjalë, po i ka kushtu xhenem. Apo edhe mas i kam shelësit, ka thonë a.s. E une vallahi prap ka me boj istikfar. Shka shlupe i a.s. Ka thonë apet ka me boj istikfar. Ndosht Allahu gjelluala ja fal. Deri sa ka zbrit fjallë Allahu gjelluala: "Ma kana li nebiji walledhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin." Si takon Muhammedit, pejgamber alayhi salatu wassalam, dhe besimtarëve me të me lip falje për pagan. Ai vdes shkoj. S'ka me lip falje. Derisa ka ardh nga Abdullah ibn Abbasi se ka ardh agja tjetër Abbasi, edhe i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Qa ka për vllavin, një moj e u munu, a ka diçka që ti kimi kontribua?" Në transmetimit tjera ka ardhur djali vet Akili, djali vllavi Aliut, edhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, baba jam të ka nimu shumë, baba jam s'të kalon hiç." Ka thonë: "Megjithatë se ne tha shahadetin, a ka diçka për babën tem?" Atëherë ka thonë alayhi salatu wassalam: "Po." Ka thonë: "E kum lut Allahu xhelala me ja lecu." Ka thonë: "Mirë, po nuk e nxjerr pi xhenemit." Ka thonë: "Ja lecon zjarin dhe nuk ka mrena banorëve të xhenemit me dënim më të lehtë se sa Abu Talibi agja jem." Ka thonë: "Vetëm i vesh një parnale zjarmit, pra nuk gjegët këtë trupi i tina, i vesh një parnale zjarmit, këpuca." Ka thonë: "Prej asajna i vlojnë trunt." Kjo është ndëshkimi më i lehtë në xhenem. Mi vesh një parnale zjarmit, këpucat e kipa këpucat me ti maru pi zarmit, i vesh ato të vlojnë trunt pi nxehtësisë të madhe. Apo i po njeri kur ka ethe e kur është zarmia, ka thonë alayhi salatu wassalam, zjarri i xhenemit është 70 herë më i nxehtë. 70 herë më i nxehtë. Elusmi Allahun që Allahu mos ta bën për banorët e xhenemit. Atë kjo ka qenë prej modestisë dhe trajtimit të mirë të Muhamedit alayhi salatu wassalam ndaj axhallarëve vet, ku e ka kthyr të mirën me të mirë. Nuk ja ka kthyer me të keq, axhës së veç, mezi se u kanë pagan dhe ka ndrujet pagan.